Sekretari Amerikan I Shtetit Antony Blinken deklaroi në Izrael se negociatat që po zhvillohen për armëpushim në Gaza janë ndoshta mundësia e fundit për të arritur marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Ky është një moment vendimtar, ndoshta më I miri, ndoshta mundësia e fundit për t'i kthyer pengjet në shtëpi, për të arritur armëpushimin dhe për të nisur në rrugën e duhur për paqe të qëndrueshme dhe siguri, nënvizoi Blinken pas takimit me presidentin e Izraelit, Isaac Herzog. Numri 1 I diplomacisë amerikane deklaroi se presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden e kishte dërguar atë në Izrael për të arritur këtë marrëveshje. Është koha që të përfundohet kjo punë, po ashtu është koha që të sigurohemi që askush të mos marrë hapa që mund të dëmtojnë procesin, deklaroi Blinken. Ne jemi duke punuar që të garantojmë se nuk ka përshkallëzim, nuk ka provokime, që nuk ka veprime që mund të largojnë nga arritja e kësaj marrëveshje, apo që të përshkallëzohet konflikti në vende të tjera, me intensitet më të lartë. Blinken don kthimin e pengjeve sa më shpejt që të jetë e mundur. Rreth 116 pengje besohet se janë ende në Gaza përfshirë 42 që ushtria izraelite beson se janë vrarë.